studentët e Universitetit UBT, të cilët janë prezent sot në studio, një pyetje për Hajrullah Qekun. Atëre, përshëndetje për të gjithë të lishikuesit. Kjo pyetje shkon për juve, i nderuar zotëria Hajrullah Qeku. Pyetja ime është direkte dhe është mjaft e qartë se nëse juve fitoni mandatin si kryetari i komunës, cila do të ishte një dukuri urbane e cila po e dëmton qytetin dhe juve do ta ndalonit menjëherë? Uzurpimi pronave komunale. Faleminderit për pozitën shumë. Faleminderit për pyetjen. Nga ana tjetër e kemi një studente nga UBT-ja e cila e ka një pyetje për përparim Ramën. Përshëndetje. Pyetja jame është cilat janë politikat konkrete që do të ndërmarrni për të ndaluar migrimin e të rinjve nga Prishtina për t'i motivuar për një të ardhme më të mirë këtu? Faleminderit shumë, pyetje me vend. Ne jemi fokusu faktikisht në teknologjinë, në krijimin nëpërmjet mësimit tërditor. Për shembull, tash rinia jonë mëson për kodim, mëson për softwares, mëson për aspektet të industrisë kreative, të cilat munden me u ndërlidh shumë lehtë dhe me u punu shumë lehtë prej Kosovës me shërby gjithë botën. Të njëjtën kohë me pru investitor nga jashtë këtu në krye qytet, që t'ju mundësojnë edhe trive tonë, që ta shumë e më shumë çdo herë, po kemi investitor nga jashtë që po i vendosin kompanit këtu në sektorin e ITC-s, në sektorin e teknologjisë, e po ashtu të njëjtën kohë organizimin e eventeve të ndryshme të artit edhe kulturës, se rinia duhet përveç punës edhe me u kënaq me kalu kohë të mrekullueshme në krye qytet, edhe si rezultat e kemi një balancë të jetës, pra mundësive për punësim edhe mundësive për rekreacion. Të njëjtën kohë në vende si Pallati i Rinisë, për shembull, kemi pjesë të dedikuar tash nëpërmjet ICK, nëpërmjet DokuTek, për të rritur me ide inovative, kreative që me pas hapësina të lira për 6 muaj apo për 1 vit, derisa të zhvillojnë këto ide kreative. Në anën tjetër, në aspektin e sportit, për shembull, jemi duke investuar shumë tash edhe në xhime vertikale për me u mundësu të rive tonë që me u përmirësu tonë kohën, me u përgadit për lojrat mezetare të vitit 2030, pra duke pas gjime vertikale në për secilën lagje, e po ashtu edhe investime tjera në zonat rurale për turizmin malor, ku edhe të rritë tonë sot mundet në aspektin ambiental me u ndërlidh edhe me natyrën. Hojro, nuk e shfrytëzohet ja si rëndonde. Përgjigjja ke shumë e shkurt. Faleminderit shumë studentëve të UBT-s, faleminderit shumë UBT-s për këtë bashkëpunim të shkëlqyer që ka me emisionin Debatus. Ne jemi të lumtur që kemi pjesë të programit tonë dhe pjesë të mbështetjes tonë të përhershme. Dua të shkoj tek tema e radhës që është bashkëpunimi me qeverinë. Një nga pikat më të rëndësishme është për shkak se vazhdimisht më pas ka ankesa për blokada. Në vazhdimsi e shohim që qeveria tregon që në rast se kryetaria, bashkëpunëtoria nuk është nga përkatësia e njëjtë partijake, mund të ketë dallim në mbështetje. Po më pas mund të ketë edhe ankesa se po bllokohet. Si do të vazhdoj tutje kjo? Përparim Rama, si e shihni bashkëpunimin me nivelin qendror? Bashkëpunimi me nivelin qendror duhet të jetë i mirëfill, duhet të jetë faktikisht pozitiv, duhet me bashkëpunu sepse jemi këtu për shoqërinë, pra pa marrë parasysh çfarë backgroundi ke, aspektin partijak apo politik e tjera, duhet të bashkëpunojmë. Unë e kam pas, po them, këtë mendësi që nga fillimi, 2 vitet e para e mundu shumë që të bashkëpunoj, për fat të keq kemi pas sabotazhat të ndryshme nga niveli qendror, e tha edhe kryeministri në detyrë para disa ditësh që do t'i blokoj të gjithë ata që ai vendos që s'po punoj kanë mirë, apo që qenë kanë hajna, apo diçka, edhe do i shtyj përpara këta tjerë që qenë kanë të mirë, apo që nuk janë hajna. Pra, çka me thonë për këtë qeveri
tjetër normal, përveç se po të transformohet në një autokraci e cila duhet të luftohet edhe duhet të hiqet prej këtij vendi sa më parë, sepse nuk është për të mirën e shoqërisë tonë. Pra